Pavarësisht temperaturave jo fort të përshtatshme, fundjava i ka rikthyer gjallërinë Vlorës. Me ardhjen e pranverës, frekuentimi i Bregdetit të shritur teksa qytetarët e Vlorës, por edhe të mbritur nga qytete ndryshme, zgjedhin të kalojnë fundjavën afër detit. Siç tregojnë edhe vetë, preferojnë më tepër të shëtisin, por gjithashtu e shfrytëzojnë Bregdetin edhe për aktivitete fizike. Plazhi në Vlorë ende nuk ka filluar, por qytetarët thonë se ky sezon veror ka për të patur një numër të lartë turistësh, të cilët do të zgjedhin pikërisht Vlorën dhe jo vendet e lindjes së mesme, për shkak të luftës. Si në Vlorë? Si është? Shumë mirë. A rutina, jo. Fes, po dalim. Bëjmë një gjyra, vim vërdal, kështu, kthehemi prapë në qabe. Duke ardhur vërdal. Çfarë bën? Hiç, ja, hajde vërdal, bridh, dhe për cepa. Shumë e bukur. E para joja, s'ka filluar gjallëria akoma. Po sezonin veror si e parashikon? E parashikoj bombë të madh shumë. Do ketë pushues turist? Sa të duash. Do ketë sepse ndikon lufta në këtë mes. Do të vinë këteja? Do vinë këteja, edhe kështu që. Unë jam kryesisht shëtitje lungomare. Qyteti është mirë është qyteti, po nuk ka infrastrukturë. Mungon infrastruktura rrugore. Po sigur ka lëvizur një qikë. E gjitha të shumë biznese ankojnë se s'ka fluks të madh turistësh. Ndryshoi situata në sezon veror? Po besoj se po, në qoftë se do të stabilizohet dhe situata në Iran, lindjen e mesme. Po kjo lufta, mund ndikoj që kemi... Po ndikon. Po kjo ndikon dhe për më shumë se mund të shkëputen gjithë zonat që shkonin turistët, mund të vinë dhe këtej. Mund të ketë në një përmirësim për sa i përket turizmit, se më shumë vjetë për shembull i thithi Greqia dhe Turqia, se kishin çmime më të ulta për sa i përket hotelerisë. Ngremi në mëngjes, pim çajin në mëngjes, dalim me urin, bëjmë vrapin, ditë për ditë bëjmë 10 deri në 12.000 hapa, i bëjmë për ditë. Kënaqemi, ajri pasën, tani shpërqi koha, po bukur, Vlora është e bukur, si Vlora s'ka. Aktiviteti fizik? Ju ban gjallë? Po, shumë. Jemi një mosh, po vrap, ajo që bëjmë, që hikim ecjen, jemi shumë... Po, sikur po merë pamje, mirë, nuk nga po bëjmë pastrime, rrullojmë pemët, i krasisim, jo ketë, mirë. Sezoni veror si e parashikon? Do ketë punë, pa tjetër, turista plot, dhe të ketë Vlora është e bukur, si Vlora s'ka. Mal, fush, det. Nga shtëpia, bëjnë ai pazar atje në mëngjes, i pi bicikletës, vjen ujë të ftohtë, bosh i bidon ujë, i ki prapë në shtëpi dhe ulam. Po Vlora nuk diskutoj që do ketë. Po më shumë i kina ndaj poshtë këtu. Po lufta s'ndikon në Ballkan. Që ata Si turistë që tjetë. për shumë në Arabi apo në lindjen e mesme mund vinë këtej. Po edhe vinë edhe s'vinë ata se e kanë mënë nga shtëpia, po është ma beti këtu vërdalla. Do vinë vëllëzrit tanë. Fundjava në Vlorë, sipas informacioneve, ka sjellë edhe një rritje të prenotimeve në njësitë hoteliere të qytetit, ku mbizotrojnë pushues vendas nga qytete të ndryshme, por nuk mungojnë as shtetasit e huaj.